Dy koalicione 14 subjekte u regjistrua në Komisionin Qendror Zgjedhor deri në orën 18 të së dielës për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 28 vjetorit, ka njoftuar zëdhënësi i KQZ-s, Valmer Elezi. Deri në fund të ditës përfundojnë afatet për aplikim për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje për deklarimin e koalicioneve, si dhe për njoftim të mos pjesëmarrjes në zgjedhje. Në KQZ deri në orën 18 janë deklaruar 2 koalicione nga partitë që përfaqësojnë minoritetet etnike. Koalicionet e pa deklaruara janë PAI, PDAK, LPB, i përbën nga 3 parti politike: Partia e Ashkallimeve për Integrim, Partia Demokratike e Ashkallimeve të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim, si dhe koalicioni Vakat mes Demokratska Stranka Bosnjaka, Bosnjaka Stranka Kosova dhe Demokratska Stranka Vatan. Deri në këtë orar, vetëm 2 parti të mëdha kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Mungon Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Me këtë njoftim të KQZ-s, nënkuptohet se PDK-ja dhe LDK-ja nuk do të kenë koalicion zyrtar të regjistruar. I paqartë mbetet pozicionimi i nismës socialdemokrate të Fatmir Limajt. Në zgjedhjet e nënshkurtit, kjo parti ishte në koalicion me AK-n dhe mori 3 deputet. Limaj ka mbajtur takim me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku dhe është bëreditur se partitë janë të hapura për koalicion. Mirëpo kushti është që nisma të shkrihet në listën e LDK-s. Gjatë ditës, pyetjeve të kohës lidhur me pozicionimin e partisë nuk i është përgjigjur Limaj. E vetëvendosja në zgjedhjet e kaluara pati koalicion jo zyrtar me Partinë Guzo dhe Alternativën e Mimoza Kusarit. Pra kandidatët e këtyre subjekteve u shkrinë në listën e LVV-s. Mirëpo të mërkurën në faqen zyrtare të Alternativës në Facebook është shpërndarë një video e një interviste të Kusarit ku ai është shpreh pritshmërinë që kësaj radhe koalicioni të jetë formal dhe i regjistruar në KQZ. Në një intervistë për Kosova Presin, Daut Haradinaj, deputati i AK-s, ka thënë se janë të hapur për koalicion, por vetëm në shkronjat e partisë. Edhe jemi shumë të interesuar me shku kështu që jemi. Edhe në rast se do të ketë pjesëmarrje në listën e aleancë, akronimet nuk do të ndrojnë. Vetëm në rast se kemi një koalicion më të madh. Më thonë, për subjekte tjera, për shoqëri civile, për iniciativa qytetare, janë të mirë se arnë në llogon e AK-s. Sipas rregullave, koalicionet janë të pashkëputshme deri në përfundimin dhe certifikimin e zgjedhjeve. Gjithashtu, partitë që lidhin koalicion nuk mund të përfshihen në listat e tjera, e as të garojnë në një listë veçantë. Afati për dorëzimin e listave në KQZ është hapur të hënën dhe do të mbyllet më 7 dhjetor.